بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Një musliman shqiptar, dy fjal I kom me juven pa që I shef me një gjuh. Pe shifni ju më revlazni që shka në ka gjetë neve muslimonve në krejt botën. Si ka kanë punë për para në Bosne se kanë bo muslimant. Sot si pe shifni në Kosovë që ka u ban puna e muslimonve. Në krejt botën musliman të shkret nuk kanë gjanë dur njëherë për njëherë. A thu pse na kanë mujt dushmant neve, pse na shqyshmoti e kena lan punën e fes tonë, si kena nimu shoshit edhe s'kena punu si duhet, se na si musliman duhet me njëgju fjallën e Zotit që na ka kreju, edhe fjallën e pejgamberit që na ka mësu, se na pështim nuk kena në këtë botë, pa u kthy edhe njëherë sukër se kanë kanë musliman të parë, në kohën e pejgamberit me sahabe që kanë kanë në të parkohë, ata kur kanë punu me fjallë e Zotit Gjelle Gjelalu, edhe me fjallë të pejgamberit që e ka qu Zoti mësus për krejt botën, janë kanë mozi se jena tash në të parkohë njëherë, kur ka ardhë pejgamberi. Ka kalu një kohë e shkurt, vetëm kur e kanë njëgju fjallën e Zotit edhe fjallën e pejgamberit, Zoti ju ka dhanë fuqi, e kanë qelë krejt botën, e kanë marrë në dorë. Pra, na që me bo, se pejgamberi jonë, na ka kalzua që kur t'i thojmi na insanit je musliman, që da më thonë musliman? Muslimani nuk ka bisht, muslimani ka punë që I ka thonë Zoti e pejgamberi. Për këtë pejgamberi ka thonë, alayhi salatu wassalam, el-muslimu men salima el-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yani dhe më thonë, kush është ai musliman që do mi thonë na musliman, ai që fshton populli prej tina, fshton pi dorës tina edhe pi gojes tina. Fshton pi dorës nuk I bën kujna qeder, e fshton pi goje nuk fol keq për kërkon. Ky është muslimani që e ka thonë pejgamberi për to. Ashtu ka thonë pejgamberi kur thojmë na që filani është mu'min, dhe më thonë ka besim. Që dhe më thonë që muslimani që ka besim, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, el mu'minu men aminahu nasu ala dimaihim wa amwalihim. Dhe më thonë që na kur I thojmë insani që jeti mu'min, kur t'jen që krejt bota ja ka rujt gjakin edhe ja ka rujt mallin. El mu'minu men aminahu nasu ala dimaihim wa amwalihim, do më thonë nuk ja derdh gjakin muslimanit edhe nuk ja merr mallin muslimanit. Atëherë kur t'jen që I ka qëto sifate, atëherë I thuhet musliman edhe I thuhet mu'min. Ashtu pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam kur ka ba hijret, ka dal pi Meqës se ka shku në Medine, ju ka thonë muhajirve
المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Që do më thonë, dhe me hijreti nuk ka që me dalë pej një venin tjetër vend. Hijret është që me mu largu prej punëve të këqija, me s'më punu punë që Zoti nuk i dënë edhe pejgamberi nuk i dënë. Pra tash, me se kena mrin këtë farkuhe, e kështu u ba puna musliman dhe shkretin krejt botën, kur far fuqi nuk kemi ndorë kur kun, ashtu si harapt, ashtu si shqiptar, ashtu në Turki, ashtu në Afgan, për shqipni ju që musliman të shkret gjithkun ja u kanë shti fitilin e i kanë ban dushman me liftu me sheqi shoqin. E për që ta na duhet mu këthy e mu vlaznu nër me veti, mu ba vlazën me një mu shoqit e me shequa qish mu mujt me ba mirë krejt poplit musliman, edhe na si shqiptar nër me veti që kena qëllu në midis Evrope, që minimu shoqit e me ba mirë sa të mujmi. Pra me se kena mrin këtë farkohe, edhe jena ba liksht, e s'kina gjanë dorë, duhet njëherë me ba saber, se s'kina gjanë dorë. Zoti Gjelle Gjelaluhu ka thonë në Kur'an, ja ejuha alladhina amanu, asbiru wa sabiru. Që do më thonë, yani bëni saber sa të muni, edhe me kanë ju me saber jeni më të fort se dushmani. Dushmani në kohë që ka ba saber pak, në mbajmi edhe pak ma tepër për me jamujt dushmanit me saber. Ama kur në nuk bajmi saber, e i ban saber ma tepër se neve, ka me në mujt edhe atëherë s'kemi gjanë dorë kur gjanë. Për që ta mëre vlazni, unë po kam qef me i fol disa fjalë si musliman, si shok i juvi shqiptar që ka dalë prej Kosove, unë jam një shqiptar prej juve që kam dalë prej Kosove kur kam qenë i vogël me familje tonë, me babe, me non, e me vlazni e me disa kujshin e të farkohe që kanë dalë e kanë ardhë në Sham, Damask si jemi tash. Kam qenë i vogël, në kene dalë për Kosove, është një farë katuni si i thonë Vrella, që është afer Pejes, kena dalë qysh me sene 1931. Në të farkohe, unë kam le 1928, do më thoni kam pas 3 vjetë kur kam dalë prej Kosove me familje tonë. Jena rritë qëtën shumë, edhe jena mësue qëtën shumë, kena mësu shishë Zotit, qitapin e Zotit, sënnetin e pejgamberit, kena mësu halalin e haramin, për me ba halalin e mu largu prej haramit. E për që ta më revlazni, unë si porosi junapi, Zoti Gjelle Gjelaluhu ka kalzu me në Kur'an, ka thanë, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Do më thonë ka mu ban të musliman të shkret prova me shka bahet, me frig i dushmanit një, me kanë mu untue me s'me gjetë më hangër, edhe mu farue, do më thonë granimi e thmija, burrat, që ju ka ra Zoti në rujt dushmani e i ka mytë. Këto janë disa punë, do më thonë kanë shku burrat, kanë shku granimi, kanë shku thmija, kanë shku baqet, që i kini pasë në dorë, kini hangër verës prej sajna, edhe kini shite, kini marë pare, kini fitue. Pra tash më thotë Zoti Gjelle Gjelaluhu në Kur'an, që kur të bëhet provimi në musliman, e hin friga, edhe unja, edhe shumë dushmani bën qeder në granime dhe në thmija dhe në krejt bura me qaka.
Çka kena me bana? Ka thonë myshde, Zoti Gjelle Gjelalu ju ka thonë myshde nepju muslimanve myshde që inshallah mësërej kanë mu këthuje e ka Zoti mishlurue. Për këtë ka thonë Zoti Gjelle Gjelalu وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Që kur karani musibet një rrezik ju karan kry muslimanve, do me thonë që ai Zot ti na ke kryue edhe na kena mu kthy te ti. Pra, kur thonë ashtu, do me thonë me kitë besim, ka thonë Zoti që ka me shdri për rahmet për mi këta inson, edhe ka mi ba hidajet që mu kthy në rrugët hajrit e mu largu pi shërrit që karan ta. Mare vlazni musliman, du me ju dhanë gajret, që sa të muni bëni saber, se tash kja pun që ka ra këtë musibet në shqiptar musliman në Kosovë, nuk ka punë e vogël. Vetëm Zoti ka thonë që ai musliman që bjen në rrezik shifti muslimanve Kosovës, e bën sabër, e ka savapin, do më thonë pa kufi, savapet madh, se Zoti Gjelle Gjelaluhu ka kallëzu që insani kur të bën një të mirë, mos pakti, Zoti i neb 10 fish, karshi që saj të mire. Ka disa që i neb Zoti 700, ka disa që i neb Zoti 1400, ka disa pun që i neb Zoti savap pa kufi. Kush është aja që ka savapin pa kufi? Sabër, me ba sabër, që kështu në ka gjetë, Zoti në rujt, edhe Zoti në largoft shërin. Dhe të më shka kena me ba, do të mu këthy, ka Zoti, mu këthy, ka pejgamberi, me një gju fjallin e Zotit, me një gju fjallin e pejgamberit, se shumë ajet e Zoti ka shdrip në Kur'an për me ba sabër na. Vetëm duhet me nërushu punën, se ka thonë Zoti, inna Allah la yugayyiru ma bi qawm, hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Do më thonë, kër u ba puna keq për musliman, asu me një herë bëhet e mira për mas, jo, kanë me nërushu punët e këqia, e me ba punët mira, atëherë ka me shdrip Zoti rahmet për mita, e ka me nërushu e punën që ju ka ra, edhe këtë gazeb që ju ka ra Zoti ka me largu prej tyne. Për këtë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith, as-sabru dhija. Që do më thonë? Ka thonë sabri është dritë, tash insanin tërë nuk mundet me rënue, edhe nuk shef kur gjo me sy, kur tjenë në dritë, shef gjithë shka. Sabri për musliman është su kur drita, kur rënë dritë shef shka ka rëth, për para, për mas, ka shmajt edhe nërmakt, edhe në gjast, shefën të në antë. Edhe muslimani, kur të ka sabrin me veti, është si me kanë në dritë, e din që që ka dënë me va, duhet mu këthy, e milan të këshijat, milan të zezat, milan haramin, me punu e halalin, për me nafshtu e Zoti Gjelle Gjelalu. Ju peshif një mare musliman, si musliman të shkret, shumë pun që i kanë ba dushman të tonë, edhe musliman që i kanë punu me ta. Do më thonë, granimi kanë darë qiplak, feja është që mumlue, se edhe me mumlu e me rujt erzin. Shumë musliman që e kanë pi rakien sukur se e pin aj dushmani. Zoti e ka largu prej neve, se në hup met, edhe në hup erzin, në hup paren, në bën qeder në trup, teri i bën qeder rakia insanit në trup vet, edhe në granim edhe në thmi që i vin. Për këtë Zoti e ka ban haram, e në ka ban që në ka thonë largënu
për i sajna se është një pun e keqe. Kamaten e kanë hangër muslimant, edhe me kumar kanë lujt, tulli farzeze kanë ba, qeder i kanë ba shoqit, me kujshi kur shishjo, me akraba nuk kanë ba mirë, me ahlak e kanë lanë ahlakin e mirë, e kanë ba ahlakin e keq, për që ta Zoti e ka shgrip gazepin për mi musliman në krejt botën. Unë nuk pëtham vetëm juve, muslimanve të Kosovës, krejt musliman të botës nuk i kanë punë të mirë kurkun, me shishu e punën, harap që jena tash na, jena këtu në shumë si pëthojmi, edhe këtu muslimant nuk i kanë punë të kurshish, si thojmi na me fjalë, badihava nuk bëhet puna, shqiptarë të moshem kanë thonë, filani i ka fjalë të sukur dëmushi, e punë si kur kushi, krejt musliman sot janë banë këtë farë veteri, që punë me folë sa dush fjalë badihava, punë nuk ka, e thua në fshën Zoti me fjalë, jo, Zoti në fshën me punë të mira, me punu e më këthyën rrugë që në ka lanë Zoti, edhe rrugën që në ka mësu pejgamberi, më smelane më s'mu largu prej sajna. Për këtë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa ma u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa'a min as-sabr. Dhe më thonë, Zoti kur i ka dhanë muslimani sabrin, nuk ka sen më i madh se sabri, se kja është një punë e madhe, kur do me ba sabër, e din vetën që i ka kenë gabim, e tash do në më këthyje në rrugë që e kalon Zoti e pejgamberi, atëherë ka mi pështu Zoti musliman të krejtën botë. Tash sa jenë musliman që shtu, që janë largu prej fejes, janë largu e prej dinit, prej imanit, janë largu e prej namazit, janë largu e nuk e napin zëqatin fukaras, edhe këtë këshijat edhe zezat janë të ubanë gjithben, atëherë nuk ka pështim prej Zotit të ubanë gjithë këto të këshija. Për këtë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr, in asabathu sarra shakara fakana khayran lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khayran lah, wa laysa dhalika illa lilmu'min. Çka do më thonë? Ka thonë pejgamberi, çudi është puna e muslimanit, çudi, mu çudit, që kur muslimani kur të bën një të mirë, atëherë thot, ai zot, kur janeb Zoti një të mirë, ja din shyshrin, ai zot, shyshrin të kovë që na ke dhonë këtë farë të mire. Në kovë që i karani razikët kesh, atëherë bën sabër, ai zot, me në fështu se kena bën kesh, edhe kena ranë razik. E për këtë muslimani, kur Zoti në një punë të harit të mirë, duhet mja ditë shyshrin, edhe kur të bjen një punë të keshe, duhet me ditë që kja keshe me punë të tona. Këtë këto të këshia që i kanë ranë kërit muslimanve me punë të tona. Shumë disa musliman thojnë që na shkaj kina ba Zotit që po banë me neve kështu, që na ka rëshu dëshmanin në qafë, nuk banë me thonë ashtu, se na kena ba keq shumë, Zoti Gjelle Gjelaluhu na ka dhonë të në të mirat, na i kena lanë e i kena harrue, edhe nuk ja kena ditë shyshrin Zotit për këto të mira që na i ka dhonë, vetëm kena ba karshi ty në të këshia. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, kohë që ka kanë në të farkohe, me sahabe, nuk kanë pas ka më hangër vetëm pak hurme edhe dhe uj, vetëm ja kanë ditë shyshrin Zotit, atëherë Zoti ju kanë apë fuqit fort, ja u kanë mujtë dushmanve, e kanë qelë krejt botën, e kanë hapë fejën në të në antë, janë ban kryetarët e botës krejt. Kur kanë fillu me lanë fejën e mu largue kapak, deri që ka mri punën këtë farkohë si për shofim,
Çaj ka gjetë muslimanëve para neve, para Kosovës, duhet me ditë që në Bosnë çka u bë, a kena marrë i bret ju, apet kena mes cukur se kena kënë për para. Duhet me marrë i bret e me ditë që duhet mu këthy ka Zoti, ka pejgamberi, me punu sukur se ka thonë Zoti, sukur se ka thonë pejgamberi, për më nafshtu e neve, e me dhe mi largu muslimant e krejt botës, mi largu e prejt këqijeve Zoti Gjelle Gjelalu. Për këtë duhet me ban sabër na. Që thojmi, sabri është, kur të na vjen qederi me një herë, do më thonë na kena kanë në Kosovë, të hangër, të pi, me granim, me thmi, me bura, me tri, e nuk ja kena disë që gjyrën Zotit, ashtu si në zgabim, ka ardhë dushmani u shu, në ka thonë kini me dalë për këti venit, jese kam me ju vra, me ju mit. Ata të shkretit, arme nuk kanë të fort të ndorë, dushmani e ka armen më të fort se tonen, atëre jënë ba ata që më dalë për i venit, e kanë lanë venin, i kanë lanë shpijat, e kanë lanë bahshat, i kanë lanë banvaki që jënë hapën krejt venat, duke shka hup për i grave për i thmive, kanë met granimin veti, thmitën veti, banvaki burat i kanë myt, jese i kanë shtijen burg, se dushmani nuk ka rahmet, rahmetu aprej Zoti, dushmani nuk ka rahmet, në musliman asifia kur kun, për këtë kur t'ja mund dushmani, muslimanit e pren e myt, edhe granimin ju ban tërli farbeteri, thmin dvogër i mis ka kur për rahmeti. Muslimant kur e kanë pas punën në ndorë, e jënë kanë të fort, kanë ba me krishtian, i kanë marrë me të mirë, nuk jau kanë mit gratë, edhe nuk kanë ba, nuk kanë flishen erzë, nuk jau kanë mit thmin e vogël, nuk jau kanë mit plesht, vetëm me që ta që i kanë lëftu me ta. Për këtë feja e jonë është fej e mirë për krejt botën. Muslimant kur kanë sunu në krejt botën, nuk kanë ba qeder e kesh me krejt krishtian. Vetëm ju kanë thonë, a keni shef me hinë fej tonë, wala zdomi me hi. Pra e kanë la dishka disa pare për mi sunu e muslimant, ama nuk ju kanë ba qeder. Vetëm kush li ka liftu prej burave tyna, ka rëshi neve, në ka mit neve, atëherë kanë ba luft me ta, ka rëshi që atyne që i bëban luft. Amma muslimant e kanë rujt erzin e krishtianve në krejt botën, jau kanë rujt granimin, jau kanë rujt thmijen, jau kanë rujt plesht, nuk kanë flishin në granim, nuk kanë bon qeder në thmit vogël, nuk kanë ban qeder në plesh e të në plaka, vetëm ju i kanë rujt. Këta krishtian kur në kanë mujt neve, muslimanve s'kanë lanë gjo pa ba. Granimin kanë flishin ta, thmin e vogën i kanë myt, burrat jese i kanë shtin burg, jese i kanë myt krejt për një herë, e i kanë shgatru musliman të shkret, ta shqipe shofmi na, këta musliman të shkret që kanë dalë, prej Kosove, duke shka hinë Shqipëri, duke shka shku në Makedonia, duke shka shku në Malzi, duke shka shku në Turki, jenë hapën të në anë, musliman të shkret disa, po mënohen sa të mujnë që me ju në mu me pare, ama së të mujnë me ju në mu me arme, se vetë nuk kanë arme. Musliman të shkretin krejt botën, nuk kanë fushi, nuk kanë të fort, nuk mund me shënru për veti, që me shënru për tjetër kanë. Për që ta mërë vlazni musliman, mërni i bret, për që ty në punve që i kanë ba dëshmani për neve, Zoti në rujt prej shërit tyne. Pra, pejgamberi a.s. kur ka shkue pej Meshës, ka shkue në Taif, e dini atja që është në Hijaz.
Dëshmont e kanë gjujt me gurë, ja kanë qitë gjakin prej kamve, ashtu të kanë pejgamberi ka ba sabër, Zoti e ka shdrip me lekpi i qele, i ka thonë dashji Zoti t'i faran tanë, i ka thonë jo a i Zot, ban vaki dukush për ismive tine, hinin fe e bahen musliman. Zoti i falt e Zoti i ktheptën rrugët hajrit. Ashtu ka kanë pejgamberi rahmet gji për mi dëshman që i kanë ba luft me ta. Pra, muslimani i shkret, kur t'i bjen në i raziki, ka thonë pejgamberi, ma yusibu l-muslima min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala ghammin, wala adha, hatta shaukatu yushakuha, illa kaffara Allahu biha min khataja. Çka do më thonë? Demek, muslimanit kur t'i bjen kryne i farraziki, aja se o lodh, ban saber se o lodh, ka shumë sebab të Zoti, i ka rani smuje, ka ban saber që i ka ra që ja smuje, e ka sebabin pa hesab. Do më thonë, e ka një farderti, ashtu kujtue ditën atë për qatë dert që i ka ra. Jese, është për sot e mas të kujtue asu që ka do të bahet puna e jonë. Për këto punë tëna, kur kujtohet muslimani, ka sebabet mazë të Zoti. Teri ka thonë pejgamberi që me ba, kanë ba qeder e kesh, ki ba saber ki sebab, e të ka hinë kam një therë. Ca është thera e vogël, vetëm ki ba saber, e ki thonë inna lillahu, inna ilaihi rajiun, ki sebabet madhë të Zoti gjelle gjelaluhu. Për që ta, në skena arëm ndorë vetëm me ba saber, e mu lut, e me lyp prej Zotit që me në pështu prej dëshmanit, e me në rujt burat, e granimin e thmin, e plesht e plakat, e mu këthin vend ton, inshallah, edhe një herë, që t'jemi në Kosovë ton, mu këthin e për shpia, mu këthin e për bashe, mu këthin e për fabrika, me punue, me thmije, me të madhe, me të vogël, me jadi shkyshrin Zotit Gjelle Gjelalu, pa u këthyna në rrugët hajrit, që Zoti e kalon, e pejgamberi në ka mësue, nuk kena pështim bre vllazni në krejt botën muslimant. Nuk jam të folë vetëm me juve, si shqiptar musliman, ashtu harap që jena të nejtëna me ta. Zoti Gjelle Gjelalu i kthef tanë në rrugët hajrit, se edhe harap e kalon rrugën, ka shku Falastini, e kanë marrë dëshmant, ditën atë pejmitin muslimant, edhe s'kan gjanë dorë. Pse asu, se nuk kanë dije, vetëm nuk kanë punë, fjalë badihava. Për këtë, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, inna Allaha farada faraida fala tudayyi'uha, wa hadda hududan fala ta'taduha, وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. شكذا مصان كاثوان بيغميري عليه الصلاة والسلام زوتي إكابان دي سابون فرز شمي بان زوتي s'ka nevoj për neve asu a kena fal namazin a kena lan vetëm na kjo o për neve kur të një gjojmi fjalin e Zotit, edhe himin namaz, mu lut, që me lip prej Zotit me në dhonë hajrin e dunjas e ahiretit, ka o puna për neve, në këto pun, që ka hajr, popli prej tyne, muslimani prej tyne, i kena lan, namazin e kena lan, gjamiat kanë met, vetën në i plak, më shku mu falen ta, amma burat nuk shkojnë në gjami, thmi të ri nuk shkojnë në gjami, granimi edhe asë në shpi, asë në gjami. Për këtë jena këthy mrapa, kena met jetima, pa nane, pa babë. Sot musliman të shkretën krejt botën, janë turnu si jetim, as kanë babë bu këthyje të aj, as kanë nanë. S'kena kush me shënru prej neve, për neve.
Vetëm Zoti Gjelle Gjelaluhu pa u këthyna edhe një herën rrugë që kena kem për para, në qatë rrugë që e kalon Zoti, në qatë rrugë që i na ka mësu pejgamberi, pa u këthy edhe një herë, e me punu të mirat, edhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Zoti na ka ba kufi, gjithë asilin njerë munat të kufini, mes me hin kufit kujshis, mes me hin kufit akrabas, e ki token, ku ka kufinin që të nalu, ku ki shpijen me nal të kufini shpijës tane, mes me ban qeder kujshive, mes me ban qeder akrabave, mes me ban qeder kërkujna muslimanve, edhe mu largu prej haramit, kamaten mes me hanger, rakin mes me pi, mishin e thiu derin mes me hanger që ka ban Zoti halal, Zoti i ka ban halal që është një pun e hajt edhe ka fitim trupi prej sajna, mishi i dashit, mishi i pules, mishi i lëbve, kja ka hajr për tina për këtë Zoti e ka ban halal, mishi i thiut, mishi i derit, ka qeder për insanin, për këtë Zoti e ka ba haram. E çdo punë që Zoti e ka largue, në ka largu prej sajna, e në ka thonë mëse bëni, ka qeder. Për këtë në buvimi që të punë që ka qeder, pe bami, atë punë që ka hajr, pe lomi, e kena mri derin këtë farkohe, si pe shqipni mëre musliman shqiptar të Kosovës, jësët Shqipërijes, jësët Makedonijes, jësët Turkijes, jësët kretë botës. Sa atë muni brevlazni, bëni gajret. E kësënu se musliman të parë kanë hekë shumë, ka thonë pejgamberi ka ardhë një farkohe, që e kanë fruen njerin, e kanë qelë token, e kanë shti, do më thonë në gropë, e kanë pru sharën, e kanë da njerin 2 sopa me sharë, e kanë hek mishin prej ashtit, tu kanë që ashtu kanë ba saber, nuk e kanë nërishu e fen. E na e kena nërishu pa kur gjon, do më thonë, kur kush nuk na ka largu prej fejes, vetëm na jena largu prej sajna me shefin ton, jo me përdhuni, vetëm me hatrin ton jena e kena lone jena largue. Kush na ka shtim me zonë me pirakien, kur kush? Kush na ka shtim me vjedh, kur kush? Këto pun, haramit jena të i ban vet, kur kush nuk na ka shtim përdhuni mi ban. Punë të halalit, Zoti na ka thonë bëni, kush na ka thonë mësi bëni, kur kush? I kena lanë vet, pra gabimi është i joni, kena ba kesh, kena mrish, ka kena mri sot, Zoti na rujt, është edhe ma shumë, Zoti na rujt që i bahet mës mu këthyje, edhe një herë në të rrugë që i kena kënë për para. Ora vllazni musliman, nuk du me ju zgat shumë fjallët, se nuk ka puna në fjallë. Me fjallë bëdi hava smujmi me bëgja, me fjallë nuk bëhet shpia, me fjallë nuk bëhet toka, toka kër dën me mjellë dën pun, shpia dën pun, më shku me punu ditën për më hangër natën, a me menej gjithë ditën të shpia, me s'më punua, kursh nuk mush me hangër buk mare vla. Pejgamberi ka thonë, që dhe të vjen një kohë, që muslimani ka me ranë razik, bën vagin trupin e vetë, jesën grut vetë, jesën thmit vetë, jesën malin e vetë, ja marin malin, ja marin granimin, ja marin thmin, e misin burin, pra, që me bana, duhet me ba saber, teri, kur të ban saber muslimani shumë, Zoti ja falë kusuret, Zoti ja fshin gjunahet, se ka ba saber, kur i ka ra razikin trup, jesen gru, jesen thmi, jesen mal. Pra më dhe vllazni, sot për sot na, duhet mu mënu sa të mujmi, mu këthin rrugët hajrit, edhe mu këthin rrugët Zotit,
mu këthyne për gjamia mu falë, se pejgamberi sahabet që i ka pas, ku i ka rrit në gjami, që të burra që i kanë dalë, i kanë luftue, për gjamiës kanë dalë, ata burra që ju në kanë dishëm, që e kanë ditë Kur'anin üzber në mensh, për gjamit pejgamberit kanë dalë, që ata që e din fen, halalin e haramin, që ata kanë dalë për gjamiës pejgamberit, që ata që kanë luftu me dushman, e kanë qelë krejt botën, për që sa gjamia kanë dalë. Pra, dohet mu këthy edhe na, në gjamit Zotit, me falë namazin, me një gju fjallin e Zotit, me punu me fjallë pejgamberit, ndashmi që me pështue e mu këthyje, mu ba ma mirë se jena tash. Mës mu këthyje, Zotit në arrujt ka me kenë puna edhe ma zi, Zotit në arrujt erzin, Zotit në arrujt malin, Zotit në arrujt granimin e dhësmin, plesht e plakat, Zotit në arrujt token, Zotit në arrujt shpijat, pra mërë vlazni sa të muni, duhet minimu shoqit, ta shqito pare njihme që i pjubin, pe jashtit, runu se e mërë dukush në isen, që për veti pa kalzue, se kja janë amanet, këto janë të shkep për fukara, për musliman që kanë dalë pe shpije, pe bashe, kanë met garip jetima, largë pe shpijeve vet, pe basheve vet, për që ta duhet kushtjen le tjen, flak e i ri, hoxhe haji, ku tjeni, që të pare që vinë për jashtit, do të mi marrë me i shkep, sukur se ka thonë Zoti, me i nabë tanve, krejt njësoj, amma hoxhe me marrë ma teper, hajia ma teper, ai që ka fushi me marrë ma teper, nuk banë, se këto janë amenet, i kanë shu popli për një shkep që ty në fukarave shkret, me në mu që i kanë lanë shpijat e bashet, e kanë metë për jashta si jetima, për këtë satë muni mërë vlazni, runu që të pare që vinë për jashtit, nuk banë kush me marë për veti ma tepër se të tërkush, gjot me dhanë poplit më spari, atëherë edhe vetit më smrami, amma me shishue, që na vëlla në kanë ardhë disa njihme, sa të mujmi me marë për veti, sa të mujmi me marë me grabit, nuk banë kurshysh, runi se këto janë haram mi marë për veti, duhet mi marë mi adhanë krejt poplit, mi shkep njësoj, su kurse ju kanë dhanë krejt popli për jashti. Pra, si pëthojmi na pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thonë se musliman disa kanë thonë, më kanë mu bana me liftue me dushmanin. Ka thonë pejgamberi la të të mennu liqa al-adu, was'alu Allah al-afia, fa idha laqitumuhum fasbiru, wa'lamu anna al-jannata tahta dhilazi as-suyuf, edhe ka ban dua, Allahumma munzil al-kitab, wa mujri as-sahab, wa hazim al-ahzab, ihzimhum, wa nsurna alejhim. Ka thonë mës thoni që të kishim me liftue me dushman, se vën vaki nuk muni me liftu me ta, pra lipni prej Zotit, Zotin në avshtoft prej dushmanit. Kur bahesh ftyr me dushman, atëre keni me kalzvu e burnin e me ba saber. Edhe të dini si gjenneti fitohet me gjihad, fi sabilillah, me liftu me dushman, për mës në marë granimin, e thmin, e shpijat edhe bashet e venin tonë. E të pejgamberi ka ba dua sa ka mujt për musliman të shkrit. Pra, nuk du me të pru ma tepër mërë vlazni musliman shqiptar që jeni në Kosovë, me që to fjallë du mi kryja që të fjallim, vetëm Zoti Gjella Gjelalu e baft mirë për neve, për juve, për gjithë muslimanin krejt botën, inshallah Zoti ju shleron, inshallah ktheheni në për shtëpiat juve, ktheheni në për tokët juve, ktheheni punoni në vend juve,
e Zoti je largon qederin, edhe e bën mirë për neve, për juve, për gjithë musliman. Inshallah tjetër herë dhe të bëjmë në fjalimi tjetër që më konë si dhe më thonë porosi, se na duhet me dhonë gajret shoqit, edhe me dhonë porosi shoqit, Zoti Gjelle Gjelaluhu e baft mirë për neve, për juve, për gjithë krejt musliman, ju pafshim me hajr e me të mirë, inshallah vimi ju shofmi në Kosovë, kur të kthehni në venet juve, në izën e Perenis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.